إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet takojnë Allah subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë për çdo mirësi dhe çdo begati. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut azza wa jall dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Kështu që salavata dhe selamet e shumta dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Sot Allah azza wa jall në librin e tij fisnik: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, ju është bë obligim agjerimi ashtu siç ishte obligim për popujt para jush që të jeni të devotshëm. Andaj ju këshilloj juve dhe veten time vëllezër të nderuar, të kem frikën Allahut azza wa jall, të tregojmë devotshmëri ndaj tij. E devotshmëria arrihet pra duke i realizuar urdhrat e Allahut azza wa jall, sikur këtë ajet që Allah azza wa jall ka përmend agjerimin, dhe duke u larguar nga ndalesat dhe veprat e këqija. Në sot ditë e gjuma, është gjumaja e fundit e muajit Shaban. Pra pëndohemi prej një muaji të mirë për të hyrë sonte në muajin më të mirë, në muajin Ramazan. Ky muaj i shumë mirësive dhe shumë begative. Për ata e gjithë bota islame i gëzohet ardhjes së këtij muaji. Ashtu sikur që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzoi dhe i uroi shokët e tij për ardhjen e këtij muaji. Ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë: "Atakum shahru Ramadan shahru mubarak." Ju erdhi muaji i Ramazanit, muaji i bekuar. Dhe tregon pastaj se si hapen dyert e qejve dhe xhenetit, se si mbyllen portat e xhenemit, se si prangosen shejtant, dhe se këtë natë ose në këtë muaj është një natë që ka vlerë më shumë se sa një muaj, e kush privohet nga hajri asaj natë është i privuar. Pra, nga ky përgëzim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kem edhe një nxitje për këtë muaj të madh. Pra çfarë muaji ky? Muaj ku porta hapen. Jo portat e dunjas, jo portat e shtëpive dhe qyteteve ose pallatet, portat e qejve, portat e xhenetit. Po dhe të tjera mbyllen ato të xhenemit. Dhe këto ndryshime që ndodhin gjithsesi duhet na japin mësim që të ndikon ky ndryshim ose të ndryshojnë edhe zemrat tona. Të hapëm portat e zemrave tona për punë të mira. Për ata në çdo natë në Ramazan, me lajket thrasin: "Ya baghi al-khairi aqbil, wa ya baghi ash-sharri aqsir." O ti që don të mirën, eja, nxito. O ti që don të keqen, ndalo. Pra se nëse e don xhenetin, në Ramazan i ki dyert të hapuna. Nëse don të shpëtosh nga zjarri i xhenemit, në Ramazan i ki dyert të mbyllura. Nëse don të ngritesh, të përmirësohesh, e ki shumë ma lehtë ta luftosh vetëm nefsin ton dhe në kohën kur shejtanët janë të prangosur dhe të privu. Këtë muaj që Allah azza wa jall e bani obligim agjerimin, e bani pikërisht këtë muaj që ka zbrit Kur'anin. Bile më saktësisht fillimi i zbritjes tij ndodhi në natën më të madhe të vitit, në natën e Kadrit, që ka vlerën më shumë se sa një muaj. Atëherë sikur
më ushtru këtu një pyetje. Unë du të nxitoj, unë du të kthejna, po ku drejtona? Ka të shkoj? Allah do në me na tregu që në këtë muaj e këmë zbrit Kur'anin, drejtoj librit Allahut azza wa jall. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Këtë muaj Ramazanit, pra që është obligim me agjërimi, është muaji në të cilën e kam zbrit Kur'anin e që është udhërrëfys për njerëzimin. Drejton në drejt Kur'anit, ai do t'ju rrëfen rrugën që ju dërgon tek Allahu azza wa jall. Ai është udhërrëfys. Me plot argumente të qarta për rrugën e drejtë dhe për dallu të mirën nga e keqja. Ky është libri i Allahut. Ashtu të dzues, jo udhëzim verbal, mirë po të mbush me argumente, me prova, që zemra jote tjetë e bindur, që në atë zemër ku ka besim, ku ka bindje, aty ka siguri, aty ka qetësi, aty ka rahati. Kjo është Kur'ani në cilën uzën Kur'ani, zemra tona. Këtë argumente, dhe me cilën kime dalu rrugën që të qënë tek Allah subhanahu wa ta'ala, cila është e mira nga rrugë të këqija. E pastaj, një nga veprat më të veçanta, sikur bëhet pyetja, Kur'ani çka udhëzon? Një prej vepra dhe adhurime më të veçanta është këtë muaj agjërimi. Është agjërimi që është një nga adhurimet që i ka veçuar Allah subhanahu wa taala, për arsye se në të këto ka shumë edukime, ka shumë mësime, ka shumë vlera. E që me qenë se është, do me thonë, pritet që sonte të fillojmë me Ramazanin, e që nesër i bjen dita e para agjërimit, kisha dëshirë një përkujtim për disa dispozita që janë të njohura besoj për shumicën e juaj, mirë po kemi nevojë të përkujtojmë gjëra që kanë bënë me agjërimin. E para, agjërimi si gjithë e dim, është pra abstenim ose me hjek dorë nga ushqimi, nga pija dhe kontakti intim me bashkëshort, prej agimit të diellit që ndryshe njohim si msaku, deri në perëndimin e diellit që është akşam. Mirë po kjo bëhet me niyet. Njëri bën me niyet, me besim, me niyet për Allahun, me kry obligimin e Allahut, me adhuru me këtë adhurim, me adhuru Allahun te bareke ve taala. Po kjo është agjërimi. Që njëri pra me hjek dorë. Agjërimi pra është nga adhurimet që për njerit kërkohet me lanë diçka. Se kemë adhurime që shumica janë me vepru, me bë diçka, me punu, kjo është me hjek dorë, me lanë. E dispozita e agjërimit, si që përmend edhe vetë Allahu në Kur'an, po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që u cek në fillim, ose realisht harrua me përmend atë pjesë kur Allah i përzon shokët e tij, thot faradallahu aleikum siyam, Allahu ja ka bë obligim me agjëru këtë muaj. Pra është obligim agjërimi këtij muaji. Për kënë është obligim? Agjërimi është obligim për çdo musliman që është i moshërritur, pastaj është i aftë psikikisht, po është edhe me shëndet, pra fizikisht e ka mundësinë e agjërimit, është vendas, pra nuk është, kur thojmë me vendas është vendin e tij, nuk është duke udhëtu, pra nuk është udhëtar, dhe e gjashta te gratë është kusht që mos me qenë në periudhën e ciklit mujor ose menstruacioneve dhe as në periudhën e lehonis ose mas shtatzanis. Kur njeriu plotson këto kushte, e ka obligim agjërimin. Pra çdo musliman. E jo muslimani, ulemat e marrë një shembull për me sqaru këtë, thojnë shembulli i muslimanit ose sikur ai shembulli një muslimanit që do mu fal. Kur do mu fal, çka i thuhet? Mu fal po njerë me abdes tanaj. Tani falë se pa abdes mundesh mu fal. Ka dhe shumë jo musliman që e kemi ose dëgjojmë ose edhe ballafaqohem sidomos me këtë kontaktin me jo musliman tash ose në perëndim ose vende të tjera, që me shoqni, që shok duke agjëru, edhe ai thot po ngjinoj edhe. Se është si adhurim është realisht shumë tërhec.
Është me shumë kuptim të madh. Mirë po i thuhet se ajo nuk ka vlerë. Nuk mund bëhet pa e pranu Islamin, pa e besu Allahun azza wa jall, pejgamberin sa dhe Islamin për fe, nuk ka xherim. Pastaj që njeri tjetë moshë rritur. Obligim e ka njeri kur hinë moshën madhore. Mirë po që edukohen edhe fëmija mësohen, qysh prej moshës 7 vjeçare tutje, nëse janë me shëndet të mirë, nëse munden me përballu agjerimin, atëherë edukohen, sidomos kur vjen vitet para se me hinë moshën madhore, interesimi për me do të jetë të ushtu vazhdimisht çdo vit. Dhe për çdo ditë që ata agjerojnë, edhe pse nuk e kanë obligim, e fitojnë shpërblimin e agjerimit në njërin në anën tjetër forcohen, kaliten, se një prej qëllimeve të agjerimit është që besimtari me dalë maj fort nga Ramazani. Dhe tjetë mentalisht i shëndosh gjithsesi, se ai njeri që nuk i mungon mendja ose aftësia mendore, ati njeriu nuk garkohet me asnjë obligim dhe asnjë urdhër. Dhe tjetë i shëndosh fizikisht. Pra ta ketë shënetën. Nëse njeri është i smut, me një smundje të lehtë, pra se këtu ka disa kategori, vëllazëni. Kemi të bëjmë me njerëz që pa qef ose janë smut. Nëse smundjet janë të lehta që nuk ndikojnë agjerim, nuk bën mu prish agjerimin. Nuk është fjala për këtë lloj smundje. Fjala është kur thuhet për smundje, kur bëhet llaf ose biseda agjerimi dhe flitet se i smuti ka drejt mos me agjeru, bëhet fjalë për atë smundje e cila ose e pengon shërimin, ose e mundon njeriu, e lodh te mose, ose shkakton negativisht, do të thonë, në smundje. Pra shton, e rrit smundjen, e rrit problemin. Për këta njerëz është fjala. E nëse agjeron po me mundim, me vështirësi, atëherë agjerimi i tij është i pranuar, po u kone preferuar me prish edhe me bo kaza masane. Nëse agjerimi e shton problemin e smundjes edhe më tepër, ai ka të ndaluar me agjeru. E ka farz me prish. Nuk e ka farz me ngjinu, e ka farz me prish. Nëse agjeron agjerimin e ka të sakt, mirë po ka bo gjuna. Kështu që njëri tillë e bën kaza masane. E bën kaza pra gjithherë është fjala për ata njerëz që smundja është në një periudhë caktuar. Pra se smundja pastaj ndodhet, smundjet që janë kronike ose të pashërueshme dhe smundjet që janë kalimtare. Pra nëse smundjet janë kalimtare, kur të bën më mirë mas Ramazanit, i kompenzon aq ditë sa nuk ka mujt më agjëru. Nëse është kronike, mund të jetë 20 vjeçar, mund të jetë 25 vjeçar, 30 vjeçar, po ka një problem kronik. Mos e lidhëm gjithën me moshën e shtyme, se ajo është temë në veti. Ai person, për çdo ditë që ka agjëru, që nuk ka agjëru, bën kompenzim, ushqim një të varfën, ose një vitër. Kategoria e dytë e njerëzve që nuk mundin me agjëru janë njerëz të shtymë në moshë. Nashta me pyet thot, as ti smundje se kam. Pe zemrës jo mirë, as nuk kam shiqer, as i ndyr, as ato, po shlodh, pleshnia. E mos lasim që shumë raste pleshnia shoqërohet edhe me probleme të ndryshme. Atër personat e tillë e kanë të lejuar me prish agjerimin, po thojmë parim të lejuar se për ndryshen ka situata ku thashë janë obligim. Mirë, po për çdo ditë që nuk kanë agjëru, bëjnë shpagim ushqim. Ose çdo ditë e bën as shpagim, ose e lën para Bajramit atje, por mund e bën edhe mas Bajramit komplet. Dhe kategoria e tretë e njerëzve që nuk munden me agjëru janë gra shtatzana dhe që kanë fëmijë për gjini, ku edhe ato lirohen nga agjërimi e pastaj i kompenzojnë ato ditë me agjërim. Me përjashtim, nëse shkak i agjërimit nuk është shëndeti tyne, po është fëmia, ka vetëm frikë për fëmin, e sidomos kur bëhen bashkë, një ku e kanë zonë shtatzania në Ramazanin tjetër gjithonja, kështu me radhë, atëherë për shkak që e ka prish agjërimin, për shkak të fëmisë, jo të vetin, atëherë mundet me bë dhe e bën me shpagim, edhe kjo me vitra. Pastaj e përmendëm njëri i cili duhet të jetë jo udhëtar. Udhëtari i cili bën mbi 80 kilometra
e ka të lejuar me prish. Po nëse agjeron, agjerimi i tij është i saktë. E më mirë me ngjinu ajo varësisht për udhëtimin. Nëse udhëtimi është i vështirë dhe ka mundim, e prish lirisht. Përndryshe më mirë është me agjeru. Dhe rasti i fundit ose personi i fundit që ndërlidhet obligimi i agjerimit është te gratë. Gratë kur janë cikël edhe kur janë mas satzanis në periudhën e lehonis, e kanë haram me ngjinu. Për dallim të ismuti atje që nëse ngjinon i pranohet ngjinimi, në këtë rast grave s'u pranohet hiç ngjinimi. S'ka, se është kush me kon e pastërt. Nuk lejohet me ngjinu gratë në atë gjendje. E kanë haram me ngjinu dhe ngjinimi i tyre nëse e bojnë nuk pranohet. Po duhet kompenzohet masanej ose në vazhdim. Gjanat që e prishin agjerimin e dim, me hangër dhe me pi qëllimisht, me vjellë qëllimisht. Gjithashtu që tam ciklit e gratë, qof një orë para perendimi diellit, me fillu periudha e tyne, prishet agjerimi. Edhe kontakti intim, këtu duhet kënë edhe ata djemë tri që jenë pa martu me jenë, që ejakulimi i spermës çfarë do forme që bëhet e prish agjerimin. Veç një rast ka përjashtim. Ajo është kur ngjumë. O ngjumë o flajtë, në ditë e njerit i ndodh, ajo nuk e prish agjerimin. Këtu në pika shumë shkurta të agjerimit, se përndryshe ka edhe dispozita tjera që me siguri do të bisedojmë në ligjërata të ndryshme, do të dëgjoni prej hoxhallarëve, mësoni rregullat e agjerimit, se kjo tregon për rëndësinë që japni Ramazanit, për rëndësinë që japni agjerimit dhe ibadetit që ju e kryeni. Elus Allah subhanahu wa taala që ta bën për atyre që presin këtë muaj të madh, të bekuar muajin e Ramazanit, për atyre që Allah azza wa jall ja vlerëson dhe jap vullnet për punë të mira e vepra të mira, e na i pranof punën tona. O sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, salavat dhe selam e dërgojmë mbi të dërguarin tonë. Vllazën të nderuam, agjerimi që shta manifestohet të largu njëri prej ushqimit, pijeve dhe kontaktit intim. Po nuk ka qëllimi final e agjerimit, tonë e dim. Agjerimi synon që njëri të largohet prej punëve të këqija, që njëri ta shoqëron agjerimin me madhurime dhe punë të mira, që njëri të ngritet në aspektin shpirtëror dhe moral, në aspektin e vlerave dhe virtyteve, ky qëllimi kryesor. Për ata njëri do të largohet nga gënjeshtra, nga mashtrimi, nga rënda, nga punë të këqija, që agjerimi i tij të jetë i plot. Dhe çështja e dytë këtë pjesë të hutbes, po përmendim çështjen e namazit të taravive, e që thamë Ramazani është muaj i Kur'anit, e forma më e mirë e leximit të Kur'anit është kur njëri është gom namaz duke fal namaz. Kjo është forma më e mirë e leximit të Kur'anit. Dhe pikërisht ky është qëllimi pse falë namazit taravive. Që njëri të lexon sa më shumë Kur'an, përveç ato ka dhikr, ka lutje, ka do mirë, po Kur'ani, leximi i Kur'anit është qëllimi final. Taravih do t'i falim, është marrë vendim këtë territorin e Kosovës, gjysore mas jacis që është takvim, ose që i bjen 2 orë sakt, 2 orë mas iftarit. Pra kështu do të falin, kështu që sonte, hajde një dhe me vakt, po të shohim nështë ma mirë është të falim edhe sonte 2 orë, me qenë se mos u bazonin shumë xhamia, nështë sonte fillojnë me takvim. Pse është me 2 orë mas iftarit, sonte mos e këshyni se sonte s'ka iftar, atër shkoni në xhamia, ku do që i falni, shkoni me ku. E shfrytëzoni ku, nëse ka hoxha në ligjërat, ose lexoni Kur'an, ose kështu që ditëve tjera, gjithsesi në gjitha xhamia do të falen 2 orë mas iftarit. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون